Pas 5 ditës shëreshje intensive, përmbytjet kanë përfshirë sipërfaqe të mëdha toke dhe qindra banesa në disa zona të vendit. Sipas të dhënave paraprake, mbi 13.000 hektar tokë bujqësore dhe rreth 1.500 shtëpi janë të përmbytura, ndërsa qarqet e Durrësit të Lezhës mbeten më të goditura nga kjo situatë. Në fshatin Miliska, në njësinë administrative Thuman, banorët përballen me një situatë kritike prej 4 ditësh. Çarja e argjinaturës së lumit të Droj ka sjellë prurje të mëdha uji, duke përmbytur qindra hektar tokë bujqësore dhe një numër të konsiderueshëm banesash. Niveli i ujit mbetet i lartë, duke e bërë të pamundur kthimin në normalitet për shumë familje. Një pjesë e banorëve janë detyruar të kalojnë natën jashtë shtëpive, ndërsa të tjerë ndodhen të izoluar brenda banesave të rrethuar nga uji. Jam në ujë krejt. Kam 40 copa dele. 30 kg kanë cofi, kam morë kali. Do pion, edhe ato i të shku edhe ato. E vet. Jam në ujë prap. Unë të na du të mi hek me hin do, në shpijt ka hi ujtë krejt. Jam nuj, nuj janë tonë, jo salon, po janë tonë nuj këta. Komplet si lagje, i kena thmit nuj, lesht nuj. Së në gaj me hi shofer, edhe me të qato, zërë fikse me të qato, pa të mshita, nuk e dim se pronë. Me shukat një vlora, se me pro këto, të 4 vetë ka nërë, ajo e, komunë, se ka e në ati. Ata u bën thirrje institucioneve që të ndërhyjnë me ndihmë urgjente, si dhe evakuimin e familjeve të rrezikuara, ashtu edhe për sigurimin e ndihmave ushqimore dhe mbështetjes logjistike. Ndërkohë, autoritetet vendore dhe strukturat e emergjencave civile vijojnë monitorimin e situatës, ndërsa pritet që ulja e rreshjeve të sjellë përmirësim gradual të nivelit të ujit në zonat e përmbytura.